Kjo nuk është historia e një njeriu që i shpëtoi drejtësisë. Kjo është historia e sistemit që dështoi ta ndalonte. Ky është profili i Dritan Ndajtit, një kriminal i dënuar dhe i arratisur, i cili për 6 vite jetoi me dorën te këmbëza, duke pritur përballjen e fundit. Kjo është kronika faktike e ngjarjes që la 4 oficer policie të vrarë në detyrë. Dritan Ndajti, i lindur në Tiranë në vitin 1971, ishte një emër i njohur për agjencitë e zbatimit të ligjit para se të bëhej simboli i rrezikut publik. Historia e tij e dhunshme fillon në vitin 1999. Gjatë këtij viti, Ndajti ekzekutoi biznesmenin Agim Beqa në Tiranë. Për këtë krim të rënd, ai u arrestua dhe u dënua nga gjykata e shkallës së parë. Dënimi ishte i prerë, 20 vjet burg. Në duke, çështja ishte mbyllur, por brenda 2 vitesh, Ndajti do të provonte se ai ishte një hap përpara sistemit. Në nëntor të vitit 2003, Dritan Ndajti ishte e thirrur për një seancë gjyqësore në ambientet e gjykatës së Tiranës, por që u shndërrua në një humbje historike për sigurinë. Gjatë kohës që Ndajti ishte në dhomën e izolimit, ai u pajis me një pistolet, një armë e futur fshehurazi, duke ngritur dyshimet për bashkëpunim nga brenda. Me armë në dorë, Ndajti theu rregullat e sigurisë dhe u largua nga ambientet e gjykatës. Kjo arratisje u cilësua si spektakolare dhe shkaktoi reagime të menjëhershme. Ndajti shpallet në kërkim ndërkombëtar, me një profil të ri, i dënuar për vrasje dhe i rrezikshëm në arratisje. Për 6 vjet me radhë, Ndajti jetoi në hije, duke përdorur identitete të rreme dhe duke konsideruar statusin e tij si një objektiv prioritar për policinë e shtetit. 6 vite më vonë, në verën e vitit 2009, njësia operacionale e policisë së shtetit siguroi informacione se i kërkuari Dritan Ndajti po fshihej në zonën e plazhit Iliria në Durrës. U ndërmor një operacion i fshehtë me qëllim kapjen e tij. Në këtë operacion morën pjesë 4 efektiv të trajnuar: Fatoz Xhani, Altin Dizdari, Sajmir Duçkollari dhe Kastriot Feskaj. Të veshur civil, ata rrethuan zonën ku Ndajti ishte lokalizuar në një automjet të blinduar. Në momentin që policia ndërhyri për të bërë arrestimin, Ndajti hapi zjarr. Ai nuk pranoi të dorëzohej. Përballja ishte e shkurtër, e ashpër dhe vdekjeprurse. Zjarri i papritur i Ndajtit rezultoi fatal për 4 efektivët. Ndajti u plagos gjatë shkëmbimit të zjarrit, por u neutralizua dhe u arrestua menjëherë pas masakrës nga forcat shtesë të policisë. Ajo që duhet të ishte një kapje e shpejtë, u shndërrua në tragjedinë më të madhe të policisë së shtetit në histori. Pas arrestimit, Ndajti u dënua në shkallën e parë për krime të rënda me burgim të përjetshëm. Megjithatë, ky dënim u shndërrua në polemik. Gjykata e apelit, në një vendim që shkaktoi revolt publike dhe akuza si ndërhyrje korruptive, i njohu Ndajtit të drejtën për gjykim të shkurtuar. Si rezultat, dënimi i tij ul me 25 vjet burg. Kjo ulje e dënimi u cilësua si fyerje e hapur ndaj viktimave dhe punonjësve të policisë.
Pas një betejë të gjatë ligjore dhe ankesave të vazhdueshme, gjykata e lartë rrëzoi vendimin e apelit. Vendimi përfundimtar ishte rikthimi i dënimit të ashpër, burgimi përjetshëm për Dritan Dajtin. Dritan Dajti sot mbetet në qeli, i dënuar për veprat e tij të rënda, por rasti i tij nuk është vetëm një dosje krimesh. Është një studim i thellë mbi atë se si kriminalët me precedent arrin të shpëtojnë nga drejtësia, si dhe një kujtesë gjallë e çmimit të rënd që paguhet për të siguruar rendin dhe ligjin në Shqipëri. Katër jetë të humbura, një sistemi vënë në provë. Kjo është trashëgimia e Dritan Dajtit.